resolution on electoral integrity in Albania. Partitë Popullore Europiane kanë miratuar rezolutën integriteti i zgjedhjeve në Shqipëri të paraqitur nga Partia Demokratike. Në këtë rezolutë theksohet se qeveria Rama përdor administratën për të siguruar vota në zgjedhjet e 11 majit, si dhe kërcënimin e qytetarëve nëpërmjet eksponentëve të krimit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili ndodhet në Kongresin e Partive Popullore Europiane, të mbajtur në Valencia të Spanjës, tha se nëpërmjet kësaj rezolute, bota demokratike dënon kryeministrin Edi Rama. Kjo rezoluta e 4 në 5 muaj që dënon Edi Ramën. Në të vërtet, bota politike, shumica e botës politike është kundër Edi Ramës, ndëshkon Edi Ramën. Një rezolut në të cilën dënohen me forcë të gjitha problematikat të mëdha të krijuara nga qeverisja e Edi Ramës. Një përgjigje të ironizimit që Rama i bëri fjalimin të tij në Kongresin e Partive Popullore Europiane, Berisha tha se Europa pret fitoren e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit. Në mënyrë të qartë si kristali, ta presin fitoren e Partisë Demokratike sepse kanë besim të madh se kjo forcë do rivendos, do rikthej shtetin ligjor dhe se procesi i integrimit me Partitë Demokratike në drejtim është i sigurt dhe do bëjë realitet antarësim në Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Thotë se mbështetja që ka marrë Partia Demokratike nga Partitë Popullore Europiane është një mesazh për largimin e qeverisë Rama. Të gjithë bota pret fitoren e Partisë Demokratike. E gjithë kjo mbështetje e madhe për opozitën shqiptare kthehet një mesazh të fuqishëm për çdo shqiptar për të firmosur fundin regjimit Edi Ramës dhe për të hapur një kapitull të ri. Kryetari i Partisë Demokratike gjatë fjalimit të tij në Kongresin e Partive Popullore Europiane kërkoi mbështetjen e partive si motra të Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 majit, ndërsa akuzoi qeverinë Rama si të korruptuar dhe bashkëpunëtore të grupeve kriminale.